ja ku jemi përsëri së bashku dhe po bëjmë një supermarket haul sepse shumë nga ju më kanë pyetur dhe më kanë kërkuar që të bëj një supermarket haul, por jo kam premtuar që në Instagram nuk e bëj dot sepse nuk dihem akoma gati dhe po e bëj këtu me ju. Do të tregoj gjërat, kam qenë libër, siç e shikoni. Edhe do të tregoj të gjitha gjërat që kam marrë. Do të dëgjojmë mirë sepse nga që do nxjerr gjërat nga qesja edhe do bëjmë pazhurën. Si fillim kam marrë 3 broqe, janë të bukët që janë në formë rrethore, quhet broqen dhe marr gjithmonë të tilla. Kam marrë një kos. Unë zakonisht I bëj shpenzat në Lidl dhe më pëlqen shumë sepse atje ka shumë llojshmëri gjërash dhe vijnë nga shtetet e ndryshme, do të thotë që njëherë në javë bëhet java greke, njëherë javës tjetër bëhet italiane dhe kështu me radhë. Kam marrë të sallamin, kohët e fundit e përdor shpesh për të bërë tost dhe më pëlqen shumë. Vazhdojmë sfidën ham shëndetshëm. Kam marrë një nga këto lule lakrat, e ziej me patate dhe karota, edhe brokoli dhe bëhet shumë e mirë. Kam marrë një sallator. Kam marrë disa domate. Okej, kjo është qesja e parë. Dhe vazhdoj me të dytën. Kjo është pak më e rrët. Kam marrë rush. Kam marrë nga Ky sepse më pëlqen shumë. Është më I mirë se ai bardhi më duket. Dhe gjithmonë marr si ky. Është 500 gram, gjys kile. Pastaj kam marrë vezë. Normalisht 10 cop. Kam marrë një bukë tosti. Kam marrë të djathin nga Milbona. Është shumë I mirë dhe këta e përdor vetëm për tost. Dy zarfat I mora që nga bërë me ujë. I mora tek posta kur erdha. Të shohim se çfarë kam brenda. Njëri është nga Vodafone. Pastaj kam marrë dhe nga këto letrat. Nga këto qeset e preferuara. Këto janë qese frigoriferike. Dhe pa këto nuk e di, kuzhina s'ka kuptim dhe nga që I përdor shumë, si për të marrë ushqime vete, si për të mbyllur gjëra dhe t'i vendosësh në frigorifer, janë një shpëtim. Këto janë 1 litër, sepse ka dhe madhësi të ndryshme, unë marrë këtë që është 1 litër, është normale, ka 3 dhe 6 litra mos gaboj. Kam marrë një pul, sepse gjithmonë në fundjavë bëj ndonjë tavë me patate, me perime dhe pul, ose tavë me oriz. Kështu. Normal, shijen e Shqipërisë nuk e ka, po tani çfarë të bëjmë, nuk të rrim pa ngrënë. Kam marrë nga kjo sallata, është sallatë jeshile, quhet Feldsalat, këtu në gjermanisht dhe është shumë e shijshme. Se çfarë është derdhur këtu brenda dhe më janë bërë shikojeni pak duart vaj, nuk e di nga doli vaj këtu. Dhe janë bërë të gjitha me vaj, se kam iden nga ka dal vaj, disa banane, dhe snacks, kam marrë këto parat, janë shumë të kripura dhe më ngjasojnë fiks me ato të Shqipërisë, kanë të njëjtën shije. Kështu. Dhe gjëja e fundit, kam marrë këto amitat e vogla, multivitamin, janë të shijshme, marr gjithmonë tani që jam në shkollë. Nga që më duhet të marrë bukë me vete, që gatuaj dhe marrë dhe nga një nga këto. Ka që ishin dhe blerjet, nuk ishin shumë, sepse para 5 ditësh isha në market që bëra blerjet mëdha, ato blerjet që me detergjent, me gjërat bazë, që duhet I kemi gjithmonë në shtëpi, si që makarona, mielli, orizi dhe të tjera. Dhe sot mora vetëm këto gjërat që mund të më duhen për fundjavë. Dhe ka që ishin, këto të gjitha kushtuan 36 euro. Mos gaboj, plus ktheva dhe disa bidona, një 3 euro. Kështu që 39 euro të gjitha, janë shtrenjtësuar çdo gjë këtu në Gjermani. Por s'kemi çfarë të bëjmë, normal që do blejmë, sepse do ushqemi dhe këto ishin pak a shumë. Me që jam këtu te kuzhina, desha t'ju tregoj edhe diçka. Dhe është ky trëndafili, kaq I bukur dhe ngjyrën është ngjyrë e kuqe, po nga drita e aspiratorit duket vishnje, duket kështu. Këto ma solli motra kur erdhi javën e kaluar edhe I bleva këtë koshin që është I thurur vetë dhe brenda normalisht ka dhe atë vazon e vogël.
Dhe vendosa këtu tek kuzhina dhe shpresoj që të më qëndroj gjatë, sepse normalisht thaja nuk e di. Kam shumë qejf lule, por nuk më rrojnë gjatë, nuk e kam idenë se çfarë ndodh. Dhe kam lënë tek cepi dhe dritarja që të marrë dhe dritë nga dielli. Nuk kanë shumë aromë, por ngjan shumë bukur, si ju duket. Po ju tregoj dhe lulet e reja që mora, ndërkohë do ishim këto të vjetrat. Jam fiksuar kësaj kohë shumë me tulipanet, më pëlqejnë shumë sepse nga që rrin edhe gjatë, edhe thash do marr, sepse kam marrë lule të ndryshme, siç janë trëndafilat, por nuk më rrin gjatë, thajnë dhe vyshken shumë shpejt, ndërsa karafilat, ndërsa tulipanet më rrin shumë gjatë dhe thash, okay, është hera 4 që po marr dhe më rrin pothuajse gati 1 javë, mos të them më shumë, dhe ngjajnë shumë bukur. Kësaj radhe kam marrë këtë ngjyrën roz dhe t'i vendosim së bashku tek kjo vazoja. Të aprishim paketimin, nuk vjen gjëna tani, po s'kam çfarë të bëj. Kështu, sapo kam ardhur nga shkolla, shkova bëra pazarin, tani do rregulloj lulet, dhe thash po bëj një vlog për ju, nga që kam pak kohë, nga që mbaruam pak shpejt, dhe do i tregoj dhe disa bashkëpunime që kam bërë kohën e fundit dhe do ua tregoj pak më vonë, mbasi të mbaroj me lulet. Tani duhet. Po ju cilat lule keni të preferuara dhe a ju pëlqejnë lulet? Sepse mua më pëlqejnë shumë, i kam shumë qejf, po këtu në Gjermani nga që bën shumë ftohtë, nuk është se më rrin shumë gjatë, tani për 2-3 javë do mbjell edhe lulet tek balkoni, sepse i mbjell çdo vit. Rrin pothuajse 2-3 muaj, gjithë verën, po nëse ikim me pushime, tha normalisht se s'kemi njeri që të shkoj tek ujisi, por ato 3 muaj s'ka gjë, gjatë balkonit shumë bukur, lulet duken kështu, mendoj se jam pak të gjatë, do mundohem t'i pres pak që të rrinë dhe kështu ngjajnë tek tavolina. Normalisht nuk duken dhe aq bukur sepse nuk janë hapur akoma, goxhet janë akoma, shikoni pak, janë akoma të mbyllura. Por më pëlqen shumë këndi këtu sepse bie dhe dielli dhe ngjajnë shumë bukur. Si që thash, do ju tregoj bashkëpunimin e radhës dhe kësaj radhe është nga Shein. Më në fund bëra bashkëpunim me Sheinin mbas kaq shumë muajsh që kam pritur, më në fund u pranova për te programi atyre si influencer dhe dua t'ju tregoj se çfarë kam marrë si fillim. Po vazhdoj me pakon e parë. Tani normalisht i kam hapur dhe shes se t'i bëra të gjitha bashkë dhe i kam hapur të gjitha. Para që kam marrë e kam veshur, është kjo t-shirt në ngjyrë të bardhë me këtë fjankon e vogël këtu. Nuk kam shumë t-shirt, kam plot, por nuk kam marrë të reja, i kam të gjitha të markave dhe tani nuk më pëlqen që t'i vesh në përditshmëri. Dhe thash po marr disa të tjera dhe kjo është një nga to, kjo është e para. Pastaj vazhdoj më tej. Gjë e dytë është kjo këmisha që është aq e bukur sa nuk e keni idenë. Tani do thoni ju është thjesht një këmish. Nuk duket shumë sepse duhet ta vesh, por do mundohem pak a shumë t'ua tregoj. Tani nuk po e mbyll dot. Ka këtë detajin e goldit këtu që e bën shumë të veçantë. Duket kështu. Është e hapur dhe ka këtë detajin, opala u hap prap, s'ka gjë. Ka këtë detajin e goldit dhe është shumë e lehtë, sidomos për tani në pranverë, shumë e kombinueshme dhe shumë e bukur. Produkti i parë. Vazhdojmë me produktin e dytë, që janë këto pantallonat në stilin bermuda, që më kanë pëlqyer shumë dhe vjet, por nuk arrita t'i merrja nga që u kujtova vonë, pastaj këtu vjen dimri normalisht dhe nuk është se më duheshin, dhe ja ku janë në këtë ngjyrën kafe. Vinë deri tek gjuri dhe janë material shumë i mirë. Në masën X i ka marrë. Vazhdoj më tej sepse kemi shumë dhe nuk na del koha qese, normalisht. Diçka tjetër që nuk e di as vetë pse e mora, është kjo si xhaket në këtë ngjyrën bezh,
me këto detajet e zeza tek shafa edhe tek krahët. Vjen e gjatë deri në fund të këmbëve, mbyllet me këto kopsa deri në fund. Aty tek fotot ngjan të shumë bukur sepse kishin kombinuar bukur, ndoshta po ta kombinoj dhe unë ashtu do ngjaj bukur dhe duket kështu. Vazhdoj më tej, kjo është po ashtu një t-shirt, një bluzë, është shumë e bukur, është në këtë ngjyrën kafe do thoja, është në këtë ngjyrën limon dhe vjen kështu prerja, shumë e lezetshme, ka dhe një rib nga mbrapa që mund ta gushtoni si të doni dhe ka këtë materialin si të ashpër dhe ngjan shumë bukur e veshur. Duhet vetëm që ta kombinosh normalisht. Vazhdoj me tej. Çfarë është kjo, si çarçaf? Kjo është po ashtu një këmishë tjetër, është në ngjyrën e verdhë, limon, me mëngë të gjata dhe ka këto dy ripat që janë kaq të gjatë dhe këta mblidhen këtu tek mezi, para dhe mbrapa dhe lidhen, bën një fjango dhe ngjan shumë bukur. Me një palë xhinse ngjan yll. Vazhdojmë. Kemi përsëri një bluzë të shkurtër me këtë detaj në qershisë dhe është shumë e thjeshtë për ta veshur në përditshmëri, qoftë edhe në shtëpi. Tani po e nxjerr që mos të bëj zhurmë me qese. Okej, këtu kemi dy sete që janë shumë të hollë për tani në pranverë, por edhe në verë mund t'i vishni. Është kjo ngjyra bezh me këto detajet në fund, me këto lule të zeza, pantallona të lirshme. Nuk janë lino, por janë material i hollë dhe këto janë të kombinuara me këtë jelekun. Ky më pëlqeu shumë sepse ka prerjen si katrore tek pjesa e gjoksit dhe ngjan shumë bukur. Po ju atë tregoj. Duket kështu. Dhe nga mbrapa. Dhe rrin shumë bukur në trup sepse i kam provuar. Kam marrë dy sete të tilla, ky vjen në ngjyrë më të errët. Po ashtu pantallonat janë të lirshme. Shumë praktike, sidomos edhe në shtëpi apo kur doni të bëni ndonjë udhëtim në makinë janë super, ndihesh shumë rehat. Këto i kam marrë me këtë jelekun e bukur. Këta jelekët më pëlqejnë shumë. Shikoni pak sa i bukur që është. Edhe është shumë i lehtë, është një material, nuk e ndjen fare që ke veshur diçka sepse është shumë i lehtë. Fiks për stinën e pranverës, por edhe të verës. Kjo ishte pakoja e parë. Opala, vazhdoj me pakon e dytë. Dhe si që shifni, janë një palë xhinse. Xhinset asnjëherë nuk do mjaftojnë në garderobën time, sepse janë rrobat, pantallona që vishen më shpesh dhe kombinohen me çdo gjë. Dhe janë këtu. Unë gjithmonë kam probleme me masën, por kësaj radhe më erdhën fiks siç i doja dhe janë masa ime. I mora në masën 36 S-ja. Janë të gjata, të gjera nga fundi dhe kështu duken. Po ashtu një palë të tjera, por në ngjyrën, unë mendova se ishin të bardha, sepse më duheshin një palë xhinse të bardha për tani në pranverë. Në foto më duken si të bardha, por janë bezh. Këto më rrin pak të gjerat e beli, siç e shihni. Nuk e kanë shtratin shumë të lartë, por janë një material dok, është material shumë i plot. Dhe do a gjejmë dhe këtyre një kombinim. Vazhdojmë po ashtu me një bluzë tjetër, kjo është e preferuara ime. Jam fiksuar me këto qershit, sepse është fiks për stinën, prill, maj, një qershor, me thënë drejtën pishin qershit. Edhe me një palë xhinse dhe me një palë atlete është shumë e lirshme dhe shumë e bukur. Ky është një material të plot. Dhe duket kështu. Dhe e para fundit është një bluzë me mëngë të gjata. Duhet ta kthej pak, sepse nga që e kam veshur. Është me këto rrudhat që vinë e rrëdhosur. Vinë në formë golfi. Dhe duket kështu. E thjesht, e kombinueshme, kjo ngjyra shumë e bukur. Dhe gjëja e fundit janë një palë kaka. Shapka me tak, po ashtu në ngjyrën kafe dhe duken kështu. Kanë këtë pjesën këtu në formë rrjete, takën e shkurtër,
Dhe janë shumë praktike, ti veshësh me xhinse, por jo vetëm, dhe duken kështu. Këto ishin dhe blerjet që unë kisha bërë në shenjë, do me thënë bashkëpunimi, jo blerjet, sepse nuk është se i kam paguar. Ishin zgjedhjet që mora për këtë muaj dhe normalisht që tani kontrata është për çdo muaj, por të shohim se si do ecin videot. Ndaj mos harroni të bëni një like, të më komentoni apo ta shpërndani video në Instagram, sepse fal jush kam arritur këtu ku jam sot dhe që të bëj bashkëpunim me këto brende të njohura dhe shumë faleminderit nga zemra. Çdo likes që thash, çdo subscribe është një ndihmë për mua dhe është një motivim akoma më shumë për të qenë më afër jush dhe për të bërë sa më shumë video. Sepse kam dhe gjëra të tjera për të bërë, ignorojeni rrëmujën sepse do merrem tani me këto rroba që janë këtu mbrapa dhe do shifemi në videon e radhës. Hi goca, ja ku jemi këtu nga dita numër 2, po e vazhdoj vlogun sot sepse kam pushim dhe thash pse jo mos ju marr me vete. Sot është një ditë e shtunë dhe do të shkoj pak në qytet sepse kam për të bler një dhuratë, sepse dikush ka ditëlindje dhe thash, ok, po ju marr me vete dhe po ju tregoj ditën e sotshme se çfarë do të blej. Outfitin, sepse në shtëpi nuk isha kohë, duket kështu. Kam marrë të sektorimi preferuar dhe shikojni pak të pjatat sa të bukura. Janë fiksuar kohët e fundit me këto pjatat porcelan që janë me ngjyra dhe janë shumë të bukura, shikoni pak të tasin. Po nuk e di, nuk më mbushet mendja sepse nga që ka shumë lloje, po ju tregoj. Edhe nuk e di këtë zgjedh. Kështu që vi gjithmonë dhe dal gjithmonë pa gjë, nga që nuk vendos dot. Shikoni pak të tjetrën, sa e bukur që është. Kjo kushton vetëm 7 euro një copë, sepse janë material, siç e thash, porcelan dhe janë material shumë i mirë. Den anderen, den ich dabei habe, der macht euch jetzt alles von hier nach unten. Also wenn man hier mit runterziehen, seht ihr, der schwindet alles. Nuk pata shumë kohë të filmoja dhe erdha prapë tek ashensori sepse do iki. Mora disa gjëra tek Zara dhe ika sepse kishte shumë njerëz. Nga që sot është e shtunë edhe ishte plot dhe në radhë duhet të prisja shumë te kasa dhe prandaj thash po iki sepse duhet të harxhoja kohën kot. Tani po iki për në shtëpi se kam 1000 punë për të bërë, duhet të xhiroj disa video, duhet të gatuaj, duhet të mësoj sepse kam një projekt në shkollë që duhet ta dorëzoj dhe s'kam mësuar fare dhe tani po iki në shtëpi. Unë sa po erdha në shtëpi, konsumova drekën, sepse mëngjes nuk isha konsumuar dhe kur të shikoj tek pjesa e postës më kishin ardhur një 10 zarfa të ndryshëm. Isha sot me humor të mirë se kisha pushim, por sa pash këta, normalisht që këtu në Gjermani kështu funksionon. Vinë zarfe të ndryshme për të paguar, po një gjë nuk kuptoj, kjo ZDF-ja do të thotë që ti paguan për televizorin. Edhe personat që nuk kanë televizor në shtëpi duhet ta paguan çdo 3 muaj nga 50-55 euro. Dhe kjo gjëja nuk e kuptoj, më bën me nerva sepse nuk shikojmë televizor, por edhe për ata që s'kan televizor duhet ta paguajnë, është si kusht. Edhe nuk e di pse, po ta lësh pa paguar, nuk e di çfarë mund të ndodhi, nuk është mirë. Prandaj nuk e di sa erdha, hapa këtë zarfa tani duhet paguhen të gjitha.
Doja të tregoja diçka që pas kam këtu para. Kohët e fundit, nuk e di, fytyra ime më dalin, është gjithmonë, unë kam një fytyrë normale dhe është e pastër gjithmonë, por më dalin disa puçra nën fytyrë, do me thënë nën lëkurë, nën fytyrë. Nën lëkurë edhe nuk e kuptoj çfarë, sepse e lën ndonjëherë nuk përdor asnjë produkte për një avresht, vetëm për ta parë që çfarë do të ndodhi, por prap dalin, as se kam iden nga çfarë vijnë. Dhe e mora këto tek DM, nuk e di nëse keni eksperjenca. Anti-pikel, do me thënë kur vendos këto, i kam vendosur tani, është e dukshme, nuk e di, nuk dallohet fare. Dhe thonë që kjo e përthitha të shelbin, duhet ta lësh 12 deri në 14 orë. Unë i vendosa dije në darkë, akoma se kam hequr, sot në darkë ndoshta do ta heqë ta shikoj. Dhe thonë që e përmirëson, të shohim tani, sepse çfarë nuk kam përdorur dhe prap më dalin. Një zot e di se çfarë mund të jetë. Do bëj një pastrim fytyre dhe do e shikoj, ndoshta qëndron dhe aty, sepse nuk kam bërë deri tani, me thënë të drejtën, sepse më është dukur shpejt, kam menduar nuk kam nevojë, por mbasi kam parë shumë video dhe rekomandime, duhet ta bëj një pastrim fytyre. Dhe po ju tregoj se çfarë mora tek Zara. Si fillim, kjo është shishja që i kisha me vete me ujë. Shikoni pak, jam për një beb të vogël. Shikoni pak sa të bukura që janë. Janë këto jeanset. Ai bën 2 vjeç dhe normalisht më pëlqen shumë. Është kjo ngjyra gri e hapur dhe këto do t'ja kombinoj. Mora dhe një bluzë të bardhë dhe duket kështu. Shpresoj t'i bëjmë, po besoj se po, sepse shikoj pak me këto kopsat këtu, po a tregoj komplet, dhe duket kështu. Me një paratlete të bardha, do ngjaj yll, më pëlqeu shumë. E kem porositur dhe diçka tjetër, por nuk ka ardhur akoma, por doja t'i merrja dhe këto tek Zara. Dhe marrë dhe diçka tjetër, të e mora tek Tekamex. Janë këto syzet për një gocë të vogël. Shikoj pak sa më pëlqeu ky detaj këtu. Ka këtë si bërgjëlyk, edhe këtë limonin e vogël. Është kutia e bosh, ju mund të vendosësh syzet. Këto ishin dhe 2 blerjet që bëra sot tek Tekamex edhe tek Zara. Nuk qëndrova shumë, sepse siç e thash, kishte shumë njerëz, nga që jam pashket për pak ditë. Edhe ishte plot edhe për plot, edhe nuk kisha nerva, thash ok, më mirë po vete në shtëpi, po bëj diçka tjetër, se sa të qëndroja kod dhe të harxoja kohën. Më ka ardhur edhe një paket, nuk e di vetë të shkoj ta marr tani apo jo, sepse isha jashtë edhe kishte ardhur që dje, por unë nuk e kisha kontrolluar postën, edhe shikoj që ka ardhur një paket. Ndoshta do shkoj ta marr në Bastite. Tani do merrem pak me atë projektin që u thash të shkollës dhe unë po e mbyll këtu vlogu, nuk e di nëse do kem kohë të filmoj më vonë apo nëse do kem diçka tjetër për të treguar. Dhe nëse po, atëherë do shifemi sërish, nëse jo, po e mbyll këtu dhe do shifemi në vlogun e radhës.